Rikthehet kaosi në aksin Tiranë-Elbasan radh kilometrike automjetesh. Rikthehet kaosi dhe trafiku i rënduar në aksin e rrugës kombëtare tuneli Krabës rreth rrotullimi i Bradasheshit në hyrje të Elbasanit, që prej orës 14:30 të së shtunës drejtuesit e mjeteve po përballen me radhë të gjata dhe lëvizje tepër të ngadalësuara në rrugën që lidh Tiranën me Elbasanin, Librazhdin dhe mëtej juglindjen e Shqipërisë. Shkaku kryesor i situatës ka qenë fluksi i shtuar i automjeteve në drejtim të Pogradecit dhe Korçës, ku me qindra familje nga kryeqyteti udhëtojnë për të kaluar fundjavën. Ky fluks ka rënduar ndjeshëm qarkullimin dhe ka vështirësuar lëvizjen normale të automjeteve, sidomos në segmentet më problematike të aksit. Në pikun e trafikut janë shtuar edhe shërbimet e policisë rrugore, e cila po punon për të menaxhuar situatën dhe për të shmangur bllokime totale. Megjithatë, sipas drejtuesve të mjeteve, mungesa e infrastrukturës së përshtatshme mbetet problemi kryesor që çon në krijimin e radhëve të gjata dhe në përsëritjen e këtij skenari thuajse në çdo fundjavë. Gjatë javës parë të këtij viti, për shkak të fluksit të lartë të automjeteve dhe mbizotërimit të motit të keq, radhët e mjeteve të bllokuara në këtë aks kanë arritur deri në 25 kilometra, duke sjellë vonesa të gjata dhe lodhje për qytetarët. Drejtuesit e automjeteve apelojnë për zgjidhje afatgjata infrastrukturore, ndërsa këshillohen të planifikojnë udhëtime jashtë orareve të pikut për të shmangur pritjet e gjata në trafik.